Raporti të ronditës si KLSH, pacientët 6 muaj pa kimio, mjekët e luftojnë kancerin me protokolle të 2014-ës. Raporti kontrollit të lartë të shtetit për barnat onkologjike në QSUT ka zbuluar fakte të ronditëse për trajtimin e pacientëve me sëmundje tumorale në spitalin onkologjik. Sipas auditimit, shumë pacientë kanë mbetur pa kimioterapi për periudha deri në 6 muaj për shkak të mungesës së barnave dhe dështimit të sistemit të furnizimit. Në disa raste thuhet në raportin me rreth 200 faqe pacientët kanë qëndruar me muaj pa marrë asnjë dozë kimioterapie, ndërsa qindra të tjerë kanë marrë trajtimin me ndërprerje jashtë çdo protokolli mjekësor. Mungesat kanë qenë të përsëritura dhe në disa kontrata furnizimi, periudha pa ilaçe ka zgjatur deri në 6 muaj, shkruhet në dokumentin e KLSH. Gjatë verifikimeve në farmacitë qendrore në QSUT janë gjetur gjithashtu periudha të gjata ku stoku i barnave ka qenë zero, si në magazinën qendrore të spitalit, ashtu edhe në farmacitë ku furnizon direkt pavionet e onkologjisë. U evidentuan raste ku gjendja ka qenë zero për periudha më të gjata se një javë, duke riskuar trajtimin e pacientëve, thot raporti. Kontrolli i lartë i shtetit shkon edhe më tej, duke theksuar se pjesa më e madhe protokolleve mjekësore që përdoren sot në onkologjik janë të vjetra, më shumë se një dekadë. Një pjesë e konsiderueshme e protokolleve të praktikës klinike në qendrën spitalore universitare Nën Tereza datojnë prej vitit 2014 me mungesë përditësime sistematike gjatë kësaj periudhe, citon KLSH. Sipas ekspertëve të auditimit, përdorimi i udhëzimeve të vjetra ul cilësinë e trajtimit dhe mund të çojë në përdorimin e terapive të tejkaluara, të cilat nuk janë në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian dhe Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Kontrolli i lartë i shëndetit kërkon nga Ministria e Shëndetësisë që të krijojë një grup pune për përditësim urgjent të protokolleve mjekësore dhe për garantimin e furnizimit të qëndrueshëm me barna, duke theksuar se mungesat e përsëritura kanë vënë në rrezik jetën e pacientëve.